Nga data 27 korrike deri më 1 gusht të gjithë maturantët do të mund të aplikojnë për listën e degëve që duan të studiojnë. Përmes portalit U-Albania, ata mund të zgjedhin 10 degët ku synojnë të fitojnë universitetin. Rezultatet e provimeve, mesatarja, por edhe statistikat e viteve të kaluara i ndihmojnë maturantët që të orientohen më mirë në degët që duan dhe degët që mund të arrijnë. Nga data 27 deri në datën 1 gusht, çdo maturant mund të aplikojë për 10 preferencat e tij nëpërmjet portalit U-Albania. Universiteti Fanoli ka 26 programe bachelor dhe 7 programe profesionale 2 vjeçare, në cilat pra maturantët mund të përzgjedhin, këto të shpërndara në 4 fakultete. Procesi i aplikimit nuk është i vështirë, por pranë Universitetit Fanoli në Korçë ofrohet edhe ndihmë për të gjithë ata maturantë që nuk mund ta kryejnë vetë këtë aplikim. Për të gjithë ata të interesuar për të përzgjedhur programet tona studimit, Qendra e Informacionit janë gjithmonë nga gatishmëri për t'i përkrahur, për t'i mbështetur, për t'i suportuar pra në çdo moment të aplikimit. Ne jemi në komunikim gjithashtu edhe me ministrinë, pra me Qeshan edhe me Rashin, në mënyrë që ky proces të shkojë normalisht dhe të gjithë të kenë të drejtën dhe mundësinë për të aplikuar. Mëtej pas shpalljes së listave me aplikantët fitues, nga 26 gushti e deri më 8 shtator, është procesi i regjistrimit të maturantëve në degët ku ata janë shpallur fitues.